Dietarët kur kanë analizu Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e kanë pasë se obligimet që i ka besimtari dhe besimtarja, ato ndahen në 3 kategori kryesore. Në detaje ka shumë urdhra dhe ka shumë ndalesa. Kemi shumë obligime. Mirë po, kategoritë kryesore që i kanë ndojë dietarët kanë thonë janë 3. E para është kategoria obligimeve që i kemi karshi Allahu xhelle xhelalu. E këtu përbëhen 2 gjëra kryesore. Një është janë obligimet që ka urdhëruar Allahu xhelle xhelalu, që lidhen me Allahun azza wa xhel, dhe ndalesën që lidhen me Allahun azza wa xhel. Sikurse për shembull namazi, apo agjërimi, apo zeqati. E që zeqati për shembull, zeqati këtu kemi po ashtu obligim ndaj të varfërve, hin edhe në këtë aspekt, apo një kategori është në raport me Allahun azza wa xhel që i ka obligimet. Kategoria tjetër kanë thonë është karshi vetës. Edhe kategoria e tretë, e që këtu tash del pa rëndësia e kësaj serie sepse lidhet me çka kategori, e që është obligimet që kemi karshi njerëzve. E këtu përbën natyrisht se mirësjellja me ta, mënyra se si mund sill me ta është pjesë përbërëse. Pejgamberi alayhi salatu wasalam vëllezër ka vëllazëruar mes Selman el Farisiut dhe Ebu Dardas prej ensarave. Nësa historia e Selman el Farisiut është e njohur, i Persisë, Selmani radhiyallahu anhu, nuk ishte ai njëjti vëllazëri ose vëllazërim që ka bën fillim të hijretit ku kishin po ashtu obligim të trashëgohen. Kur pejgamberi alayhi salatu wasalam erdhi në Medinë dhe i vëllazëroi mes muhaxhirëve dhe ensarëve, prej obligimeve që kishin po ashtu që të trashëgohen, apo këtu ky vëllazërim ishte vëllazërimi ndihmës, i dashurisë reciproke, shtesë. E një ditë Selman el Farisiu po e viziton Ebu Darda. Edhe kur hyni tek Ebu Darda, po e shef gruan e Ebu Dardas, e cila nuk ishte e veshur në formën qysh duhet me u vesh karshi burrit të saj, që zbukurohet pak. Po ishte me tesha, me rroba të punës. Edhe Selman el Farisiu po e pyet atë, po thotë çka është puna jote? Po ja kthen, thotë vllau yt, do të fjalën për Ebu Darda, nuk ka nevojë diçka për këtë dunja, me një transmetim tjetër, nuk ka nevojë për gratë, për gruan e tij. Edhe çish ka ardhur në shpjegim, sepse ishte që e adhuronte Allahun shumë, duke agjëru ditën edhe duke u fal natën. Ebu Darda tash po i përgatit ushqim Selmanit radhiyallahu anhu. Edhe po i thot, ha se unë jam agjërueshëm. Selmani po ja kthen, nuk ka me hungur derisa ti nuk han. Edhe Ebu Darda, duke plotësuar dëshirën e vllaut të tij, si respekt ndaj tij, sepse ishte vizitor në shtëpinë e tij, mysafir në shtëpinë e tij, e po han. Nga se ishte normal, natyrisht se ishte agjërim vullnetar. Kur erdhi koha tash, e më shku me rëmë vjet. Selman el Farisiu po e kalon natën tek shoku i tij, tek vllau i tij Ebu Darda. Ebu Darda në fillim të natës po don me janis namazit natës. Ndërsa Selman el Farisiu po i thot, shko edhe fle. Me një transmetim ka ardhur, shko edhe fle me gruan tënde, pra haku ndaj gruas. Edhe po zgjohet ma vonë Ebu Darda, dikur ma vonë natën, edhe po don me fal namaz natë. Selman el Farisiu po i thot, shko edhe fle, subhanallah. Ndërsa kur erdhi koha e syfyrit, koha e fundit të natës, pjesa e tretë e fundit të natës, çatë kohë, Selman el Farisiu po i thot çutash, edhe të dytë janë nisën me fal namaz natë, edhe falën namaz natë. Pastaj, domethënë, këtu e tha Selman el Farisiu tash një fjalë shumë të rëndësishme, që dëshmon këtë që përmendëm më herët. Tha me të vërtet, Zoti yt ka të drejta ndaj teje. Do të thonë ti ke obligime ka shi Zotit tënd, ama ti ke obligime po ashtu ka shi vetes tënde, tha. Edhe vetja jote ka të drejtë ndaj teje. Edhe tha, me të vërtet edhe gruaja jote, familja jote, gruaja jote ka të drejta ndaj teje. Dhe jepja çdo kujt që ka të drejta, drejtën e vet. Do të thonë përmbush obligimet ndaj të gjitha, balanco mes të gjithave. Kur shkojnë në xhami pejgamberit mu fal, kur e shkon e fal namazin sabat, Ebu Darda po i tregon se çka ka ndodhur. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha sadaqa Selman, e ka thonë të vërtetën Selmani. Me një gjatë transmetim i ka thonë
me të vërtet Selmanit ju është dhënë dije. Me një tjetër transmetim ka thonë Selmani qenë ka më i thelluar në dije se ti.